Një ngjarje tragjike ka tronditur komunitetin e të moshuarve. Një grua 73 vjeçare, e cila duke e shëndetshme dhe aktive për moshën e saj, u gjete pa jetë në gjumë. Hetimet e mëvonshme zbuluan se vdekja e saj nuk ishte plotësisht e paparashikueshme. Disa zakone të përditshme të gjumit mund të jenë fatale, sidomos për personat mbi 60 vjeç. Kjo histori e trisht është një paralajmërim i rëndësishëm për të gjithë të moshuarit dhe familjarët e tyre. Zakonet e gabuara të gjumit mund të çojnë në pasoja serioze për shëndetin, duke përfshirë vdekjen e papritur gjatë natës. Por çfarë janë këto zakone që shumë senjorë i konsiderojnë të padëmshme? Dhe si mund të mbrojmë veten nga rreziqet që fshihen në shtrat? Në këtë artikull do të zbulojmë 7 zakone të rrezikshme të gjumit që çdo person mbi 60 vjeç duhet të ndalojë menjëherë. Do të diskutojmë arsyet shëndetësore pas tyre, mënyrat për të ndryshuar rutinën e gjumit, dhe si të krijojmë një ambient të sigurt dhe të shëndetshëm për gjumë. 1. Fjetja me krevat të fortë ose të parehatshëm. Shumë të moshuar e konsiderojnë krevatin e tyre të fortë si të nevojshëm për mbështetje të shpinës. Por ekspertët e gjumit thonë se një dyshek shumë i fortë ose i vjetër mund të shkaktojë tension në muskuj dhe nyje, duke rritur stresin kardiak gjatë natës. Tek të moshuarit, kjo mund të shkaktojë presion të shtuar në zemër dhe qarkullim të dobët e gjakut, që mund të çojë në sulm në zemër ose probleme me frymëmarrjen. Zgjidhja: zgjidhni një dyshek të moderuar, as shumë i fortë, as shumë i butë. Nëse keni dhimbje shpine, shtoni një mbulesë ortopedike që ndihmon në pozicionimin e trupit. 2. Konsumimi i ushqimeve të rënda para gjumit. Një nga zakonet më të zakonshme të moshuarve është të hanë një darkë të bollshme afër orës së gjumit. Ushqimet e rënda, yndyrore ose shumë të kripura mund të shkaktojnë acid reflux, fryrje dhe shqetësime të stomakut. Përveç kësaj, tretja e vështirë ngarkon zemrën dhe mushkëritë, duke rritur rrezikun e vdekjes gjatë natës. Zgjidhja: hani një darkë të lehtë 2-3 orë para gjumit. Fokusohuni në perime, proteina të lehta dhe fibra. Shmangni ushqimet pikante, çokoladën dhe pijet me kafein pas orës 18:00. 3. Përdorimi i medikamenteve pa ndjekur orarin. Shumë të moshuar marrin medikamente për presionin e gjakut, kolesterolin ose gjendje të tjera kronike. Marrja e këtyre medikamenteve pa ndjekur orarin e rekomanduar mund të shkaktojë ulje ose rritje të rrezikshme të presionit, që shpesh ndodh gjatë natës. Kjo është një nga shkaqet më të zakonshme të vdekjes të papritur në gjumë. Zgjidhja: konsultohuni me mjekun për orarin optimal të medikamenteve dhe përdorni kuti ditore për t'i ndarë ato sipas orës. Asnjëherë mos ndryshoni dozën pa këshill profesionale. 4. Shmangja e aktivitetit fizik. Në moshën e tretë, shumë individë reduktojnë aktivitetin fizik, duke kaluar më shumë kohë ulur ose shtrirë. Ky stil jetese kontribuon në rritjen e peshës, dobësimin e zemrës dhe rrit rrezikun e mpiksjes së gjakut. Një mpiksje që formohet në këmbë mund të udhëtojë drejt mushkërive dhe të shkaktojë emboli pulmonare, e cila shpesh rezulton fatale gjatë natës. Zgjidhja: bëni të paktën 30 minuta ecje ose ushtrime të lehta çdo ditë. Yoga ose ushtrimet e shtrirjes përpara gjumit ndihmojnë qarkullimin dhe përmirësojnë cilësinë e gjumit. 5. Fjetja në pozicion të gabuar. Pozicioni i gjumit ka një ndikim të madh tek të moshuarit. Fjetja me fytyrë poshtë ose krah të ngritur mund të pengojë frymëmarrjen dhe të rrisë presionin mbi zemër dhe mushkëri. Tek individët me tension të lartë ose probleme kardiake, kjo mund të shkaktojë sulm në zemër ose problem respirator natën. Zgjidhja: preferoni të flini në anë ose në shpinë me jastëk mbështetës poshtë gjurit. Kjo pozicionon trupin në mënyrë ergonomike dhe lejon frymëmarrje të qetë. 6. Mungesa e rutinës së gjumit. Shumë të moshuar nuk kanë një rutinë fikse për gjumin. Shkaktimi i pagjumësisë dhe gjumit të çrregullt çon në tension hormonal, rrit presionin e gjakut dhe dobëson sistemin imunitar. Hulumtimet tregojnë se mungesa e gjumit të cilësisë së mirë rrit rrezikun e vdekjes të papritur gjatë natës, sidomos tek personat mbi 65 vjeç. Zgjidhja: vendosni një orar fiks për shtrirje dhe ngritje. Shmangni ekrane digjitale të paktën një orë para gjumit dhe krijoni një ambient të qetë, të errët dhe të freskët në dhomën e gjumit. 7. Përdorimi i pajisjeve elektronike në shtrat. Shumë të moshuar përdorin celularin ose tabletin para gjumit për të lexuar lajme ose për të komunikuar me familjen. Drita blu nga ekranet pengon prodhimin e melatoninës, hormoni i gjumit, duke shkaktuar pagjumësi dhe rritje të stresit.
Përveç kësaj, përdorimi i pajisjeve elektronike gjatë natës lidhet me probleme të zemrës dhe presion të lartë gjaku. Zgjidhja: vendosni pajisjet elektronike larg krevatit dhe përdorni orë të zakonshme alarmi në vend të telefonit. Leximi i një libri fizik para gjumit ose meditimi i shkurtër ndihmon relaksimin. Përfundimi i pjesës së parë. Historia e gruas 73 vjeçare është një paralajmërim i fortë për të gjithë të moshuarit dhe familjet e tyre. Shumë zakone që mund të dukeshin të padëmshme mund të jenë fatale në kombinim me mosha të avancuar dhe probleme të fshehura shëndetësore. Ndryshimi i rutinës së gjumit, përmirësimi i ambientit të dhomës dhe ndjekja e këshillave mjekësore mund të shpëtojnë jetë. Pasi zbuluam 7 zakone të rrezikshme të gjumit që mund të çojnë në pasoja fatale për personat mbi 60 vjeç. Tani është momenti të mësojmë si të mbrojmë shëndetin ton gjatë natës. Pjesa e dytë e këtij artikulli do të fokusohet në mënyra praktike për të krijuar një rutinë gjumi të sigurt dhe për të parandaluar vdekjen e papritur në gjumë. 1. Krijoni një rutinë të qëndrueshme të gjumit. Rutina e gjumit është themeli i shëndetit të moshuarve. Trupi ynë është programuar biologjikisht për të ndjekur cikle të rregullta gjumi dhe zgjimi. Kur këto cikle prishen, trupi streson zemrën dhe mushkëritë, rrit presionin e gjakut dhe dobëson sistemin imunitar. Si ta bëni? Shtrihuni dhe zgjohuni çdo ditë në të njëjtën orë, madje edhe gjatë fundjavave. Para gjumit, shmangni aktivitete stresuese dhe ekrane digjitale. Krijoni një ritual të qetë. Lexoni një libër, bëni frymëmarrje të thellë ose meditim të shkurtër. 2. Mbani dhomën të freskët, të errët dhe të qetë. Mjedisi ku flini ka ndikim të drejtpërdrejtë në cilësinë e gjumit. Temperatura e lartë, zhurma dhe drita mund të ndërpresin fazat thelbësore të gjumit, duke rritur rrezikun e problemeve kardiake dhe respiratore. Zgjidhja: mbani dhomën në 18-20. Përdorni perde të errëta ose maska për sy. Shmangni zhurmat. Përdorni izolim të dritës dhe zhurmave ose maska tingulli. 3. Monitoroni gjendjen shëndetësore. Shumë të moshuar nuk e kuptojnë se problemet e fshehura shëndetësore, si hipertensioni, diabeti ose apneu e gjumit, mund të rrisin ndjeshëm rrezikun e vdekjes gjatë natës. Zgjidhja: kontrolloni rregullisht presionin e gjakut dhe nivelet e sheqerit në gjak. Nëse keni apneu gjumi, përdorni pajisjet e rekomanduara nga mjeku, si CPAP. Konsultohuni me mjekun për çdo simptom të pazakontë. Gulqim gjatë natës, dhimbje në kraharor, lodhje e tepërt. 4. Ushtroni për të përmirësuar qarkullimin dhe shëndetin e zemrës. Aktiviteti fizik i letrit qarkullimin e gjakut, forcon zemrën dhe parandalon piksjen e gjakut, një nga shkaqet kryesore të vdekjes të papritur gjatë gjumit. Ide praktike: ecni 30 minuta çdo ditë. Bëni ushtrime shtrirjeje ose yoga përpara gjumit. Shmangni aktivitetet intensive me një herë para shtratit, sepse mund të rrisin tensionin e zemrës. 5. Përdorni mbështetës të gjumit. Tek të moshuarit, pozicioni i gjumit ka një rëndësi etike. Përdorimi i jastëkëve mbështetës mund të reduktojë presionin në qafë, shpinë dhe zemër. Këshilla: jastëk në ngjunjë ndihmon në relaksimin e shpinës kur flini në shpinë. Jastëk për mbështetje të anës ndihmon të shmangni presionin mbi mushkëri. Investoni në dyshek ortopedik që shpërndan peshën në mënyrë të barabartë. 6. Ushqyerja e lehtë dhe hidrimi i duhur. Ndërsa pjesa e parë diskutoi rrezikun e darkave të rënda, tani do të shpjegojmë ushqimet dhe pijet që promovojnë gjumë të sigurt. Ushqime të rekomanduara: proteina të lehta, peshk, pule, vezë; karbohidrate të thjeshta, drithëra të plota, fruta; vajra të shëndetshëm, ullinj, arra, farqia. Shmangni kafein pas orës 14:00. Alkooli tepruar, i cili ndërpret fazat e gjumit. Ushqime shumë të kripura ose të yndyrshme. 7. Pajisjet që mbrojnë gjumin. Teknologjia moderne mund të ndihmojë të moshuarit të flenë më sigurt. Pajisjet që monitorojnë zemrën dhe frymëmarrjen mund të paralajmërojnë familjarët për çdo problem gjatë natës. Zgjidhja: ora inteligjente që mat rrahjet e zemrës dhe oksigjenin në gjak. Pajisje monitorimi për apneu gjumi. Alarme televizjes që paralajmërojnë familjarët për ndonjë incident. Përfundimi i pjesës së dytë. Ndryshimi i rutinës së gjumit nuk është vetëm çështje komoditeti. Është çështje jetë ose vdekje për të moshuarit. Duke ndjekur këto metoda praktike, senjorët mund të minimizojnë rreziqet dhe të përmirësojnë cilësinë e gjumit, duke reduktuar ndjeshëm mundësinë e një tragjedie si ajo e gruas 73 vjeçare.
Pas diskutimit të zakoneve të rrezikshme të gjumit dhe mënyrave praktike për t'i parandaluar, tani është momenti të shohim historitë reale që tregojnë sa serioze janë këto rreziqe dhe këshillat nga ekspertët më të mirë të gjumit. Historia 1. Gruaja 73 vjeçare që humbi jetën në gjumë. Siç përmendëm në pjesën e parë, një grua 73 vjeçare u gjete pa jetë në shtrat. Hetimet zbuluan se ajo kishte darkë të rëndë, përdorte medikamente pa ndjekur orarin dhe nuk kishte aktivitet fizik. Trupi i saj nuk mundi të përballonte kombinimin e këtyre faktorëve gjatë natës. Ky rast tragjik tregon se zakonet e zakonshme të përditshme mund të jenë vdekjeprurse, sidomos tek personat mbi 65 vjeç. Historia 2. Burri 68 vjeçar dhe apneu e gjumit. John, 68 vjeç, vuante nga apneu e gjumit, por nuk e dinte. Ai shikonte TV çdo natë me dritë të fortë dhe përdorte pilula për të fjetur. Një natë, ai ndaloi së marrë frymë gjatë gjumit dhe u gjet nga gruaja e tij me ndihmën e një pajisjeje monitoruese. Fatmirësisht, ai mbijetoi. Mësimi. Pajisjet e monitorimit të gjumit mund të shpëtojnë jetë. Ekspertët rekomandojnë përdorimin e CPAP ose pajisjeve inteligjente që paralajmërojnë familjarët në rast ndalimit të frymëmarrjes. Historia 3. Nëna që ndryshoi rutinën e gjumit dhe shpëtoi zemrën. Maria, 70 vjeç, kishte probleme me presionin e gjakut dhe mpiksjet e gjakut. Ajo vendosi të ndryshoi rutinën. Zgjidhte një dyshek ortopedik të rehatshëm. Ushtrime të lehta çdo ditë. Darkë të lehtë dhe rutina fikse për gjumë. Rezultati. Presioni i saj stabilizohej, gjumi ishte i qetë dhe mjekët konfirmuan se rreziku i sulmit në zemër gjatë natës u ul ndjeshëm. Këto histori tregojnë se ndryshimi i zakoneve të gjumit nuk është vetëm një sugjerim, por një mjet real për të shpëtuar jetë. Këshillat e ekspertëve të gjumit 1. Mjekët kardiolog. Monitoroni zemrën dhe presionin e gjakut çdo ditë. Nëse ndjeni gulqim ose dhimbje kraharori gjatë natës, kërkoni ndihmë të menjëhershme. 2. Ekspertët e gjumit. Mbani orë të rregullta për shtrirje dhe ngritje. Shmangni përdorimin e pajisjeve elektronike para gjumit. Investoni në dyshek ortopedik dhe jastëk mbështetës. 3. Nutricionistët. Hani darkë të lehtë 2-3 orë para gjumit. Shmangni ushqime të yndyrshme, shumë krip dhe alkool. Pini ujë të mjaftueshëm, por shmangni sasinë e madhe menjëherë para shtratit për të mos ndërprerë gjumin. 4. Trajnerët fizik. Ushtrime të lehta çdo ditë. Edhe ecje e shkurtër është e mjaftueshme. Yoga ose shtrirje përpara gjumit përmirëson qarkullimin dhe ul stresin. Aktiviteti i sigurt para gjumi. Leximi i një libri fizik për 15-20 minuta. Meditimi i shkurtër ose frymëmarrje të thellë. Shtrirje e lehtë për relaksim të muskujve. Përdorimi i aromaterapisë me lavandë për qetësim. Këto aktivitete ndihmojnë trupin dhe zemrën të përgatiten për gjumë të thellë dhe të sigurt. Pasi kemi diskutuar zakonet e rrezikshme, metodat praktike dhe historitë reale, tani është koha të krijojmë një udhëzues konkret për të moshuarit. Kjo pjesë do t'ju ndihmojë të strukturoni rutinën tuaj të gjumit për të shmangur rreziqet dhe për të përmirësuar cilësinë e jetës. 7 ditë plan për gjumë të sigurt. Ky plan është i dizajnuar për të ulë presionin e gjakut, përmirësuar frymëmarrjen dhe qarkullimin e gjakut, dhe për të parandaluar rreziqet e vdekjes të papritur në gjumë. Dita 1. Kontroll dhe organizim. Shikoni medikamentet tuaja dhe vendosni një kuti ditore për t'i marrë në orar. Matni presionin e gjakut dhe pulsin. Shkruani një listë të zakoneve të rrezikshme që bëni zakonisht. Tip vizual. Vendosni një tabel në dhomë me orarin e gjumit dhe kujtimet për medikamentet. Dita 2. Ambienti i dhomës. Mbani dhomën të freskët 18-20 të errët dhe të qetë. Shmangni pajisjet elektronike pranë krevatit. Përdorni jastëk mbështetës ose dyshek ortopedik. Tip vizual. Fotografi e dhomës ideale, dritë e ulët, dyshek i rehatshëm, jastëk për mbështetje. Dita 3. Ushtrime të lehta. Ecni 20-30 minuta në mëngjes ose pasdite. Shtrihuni dhe bëni shtrirje të lehta ose yoga për 10-15 minuta para gjumit. Tip vizual. Pamje e një personi të moshuar duke bërë shtrirje para shtratit. Dita 4. Darkë e lehtë dhe hidrim. Darkë e lehtë 2-3 orë para gjumit. Perime, proteina të lehta, drithëra të plota. Pini ujë të mjaftueshëm gjatë ditës, por shmangni sasinë e madhe para shtratit. Tip vizual.
pjatë e shëndetshme, e ndarë me pjesë të balancuara për proteina, karbohidrate dhe fibra. Dita 5. Rutina e qetësimit para gjumi. Lexoni libër fizik ose dëgjoni muzikë relaksuese 15-20 minuta. Meditim i shkurtër ose frymëmarrje të thellë. Aromaterapi me lavandë ose kamomil. Tip vizual. Një ambient i qetë me dritë të ulët, aromaterapi dhe libër në shtrat. Dita 6. Monitorim dhe pajisje. Përdorni ora inteligjente ose pajisje që monitorojnë rrahjet e zemrës dhe oksigjenin në gjak. Nëse keni apneu gjumi, përdorni pajisjet SPAP sipas udhëzimit të mjekut. Tip vizual. Ora inteligjente dhe sensorët që ndihmojnë në monitorimin e gjumit. Dita 7. Vlerësim dhe përmirësim. Vlerësoni cilësinë e gjumit gjatë javës. Sa orë fjetet, sa herë u zgjuat. Shkruani përmirësimet dhe vendosni qëllime për javën tjetër. Konsultohuni me mjekun ose nutricionistin për të përmirësuar planin. Tip vizual. Ditari i gjumit me shënime dhe grafike të cilësisë së gjumit. Këshilla shtesë për gjumin e sigurt. Mos flem në temperatura shumë të nxehta ose të ftohta. Shmangni kafen dhe alkoolin pas orës 14:00. Mos përdorni medikamente për gjumë pa udhëzim të mjekut. Mbani një plan aktiviteti fizik të lehtë çdo ditë. Sigurohuni që gjumi të jetë i thellë dhe pa ndërprerje. Ky plan 7 ditor dhe këshillat praktike i japin senjorëve një udhëzues konkret për të shmangur zakonet vdekjeprurëse të gjumit. Duke ndjekur këto hapa, të moshuarit mund të përmirësojnë cilësinë e jetës, të ndihen më energjik dhe të reduktojnë ndjeshëm rrezikun e tragjedive si ajo e gruas 73 vjeçare.